Kryeministri Edi Rama zbërtheu planin e tij për nxjerrje nga burgu të Erion Veliajt. CNA e paralajmëroi pak ditë më parë se vendimi i gjykatës kushtetuese për kthimin në detyrë të Erion Veliajt si kryetari i Bashkisë Tiranë ishte një lojë e Edi Ramës dhe se me këtë procedurë do të kërkohet edhe lirimi nga burgu i Erion Veliajt. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcionit të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si i zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë por hapa në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajt në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjë më normale. Kryeministri Edi Rama i bëri këto deklarata në podcastin e tij të përjavshëm, afro një javë nga shpallja e vendimit të gjykatës kushtetuese për kthimin në detyrë të Erion Veliajt si kryetari i Bashkisë Tiranë, ndërsa ai ndodhet në qelinë e paraburgimit në Durrës prej 10 shkurtit të vitit 2025 dhe pritet të gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale.